Sara dhe Bardhi janë çifti më i komentuar në showbizin shqiptar. E kemi thënë dhe sërthën që miqësia e Sara Gjordinit dhe Egli Takos është e kahershme, që në kohën kur Egli ishte e lidhur me Olsi Bylykun. Së fundmi, ish banore e shtëpisë së famshme Sara Gjordini e ka surprizuar në një mënyrë të veçantë Eglin. Ajo ka dërguar një mesazh duke treguar mbështetjen për të. Dhe për këtë, Egli është ndjerë tejet mirënjohëse dhe falendëruese duke u shprehur: "Të përqafoj, të fal aty dhe Bardhit, ma pudh bebushen", ishte përgjigjja e Eglit ndaj mesazhit, ku na duhet të themi se ishte mjaft e lumtur që e mori këtë mesazh nga mikesha e saj. Na duhet të rikujtojmë se Sara Gjordini ishte mjaft e komentuar për sa kohë ishte pjesë e shtëpisë së famshme në Shqipëri në edicionin e kaluar, ndërsa aty gjeti dhe dashurinë e saj, këngëtarin Bardhi, që tani më ata janë prindër për herë të parë.